Të nderuar përfaqësues të mediave, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë të thirrur nga prokuroria lidhur me aksionin e ndërmarrë sot nga prokuroria themelore në Prizren në bashkëpunim me policinë e Kosovës. Ky aksion ka të bëjë me dyshimet për falsifikim të rezultateve zgjedhore gjatë procesit të numërimit të votave brenda subjekteve politike për kandidatët për deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në vazhdim të kësaj konference, për të ndarë detaje nga ky aksion, do të flasim zoti Petrit Kryeziu, prokuror i prokurorisë themelore në Prizren, zoti Rifatan Alia, drejtor i policisë për regionin e Prizrenit, si dhe Luan Ibrahimi, kapiten nga njësia për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion nga policia e Kosovës. Prokuror, fjala është për ju. Faleminderit. Ditë më parë kemi paralajmëruar se manipulimi i votës dhe i rezultateve zgjedhore është krim dhe do të ndëshkohet pa kompromis. Sot, secili prej atyre që ka guxuar t'i fuzduar në votat dhe vullnetin e qytetarëve është ballafaquar me forcën e ligjit. Dua ta bëj të qartë për gjithë. Këtu nuk bëhet fjalë për numërimin e votave të subjekteve politike që kanë ndodhur në 28 dhjetor. Atëherë kur kemi qenë edhe të angazhuar gjithë prokurorët, policia dhe gjitha institucionet tjera, por bëhet fjalë për manipulime brenda llojit, aty ku 4 subjektet më të mëdha politike i kanë dërguar të preferuarit e tyre dhe ata kanë menduar që larg syve të institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë mund të manipulojnë dhe mund t'ia dalin pa të keqen. Mund të kuptoheshin gabimet e vogla të 10 votave. Edhe pse KQZ nuk ka ndonjë margj tolerance. Këtu nuk bëhet fjalë as për 10 e as për 100, por bëhet fjalë për shumë mijëra vota të manipuluara dhe të falsifikuara. Pra ka kandidat, vetëm për kandidat të subjekteve të caktuara politike që kanë nga 100, 200, 500 e deri mbi 6.000 vota. Pra deri mbi 6.000 vota janë të falsifikuara për një kandidat. Pra bëhet fjalë edhe për situata ku vetëm në një vendvotim, për me e pas të qartë, kjo gjithçka ka ndodhur në qendrën komunale të numërimit. Vetëm në një vendvotim, numri i manipuluar ka shkuar deri në 2444 vota. Pra vetëm praktikisht në një klasë sa kanë votuar qytetarët, janë manipuluar 2444, përderisa mund ta them se në regionin tonë ato që janë numëruar nga subjektet politike në QKN është vetëm një vendvotim, pra vetëm një klasë që ka dalur e pakeq përdorur, që është 0. Dhe maksimalja thash që është mbi 2400 vota. Për ta pasur edhe më qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota. Dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota. Pra diferenca totale e keshpërdorimeve është 68.017 vota. Pra po flasim për një organizim, po flasim për dashje direkte për ta përmbytur rezultatin, po flasim për përmbytje edhe të vullnetit të qytetarëve. Do të ishte e pamundur të ndryshoheshin gjithë këto vota, po të mos kishte kompromis të gjithë komisionerëve atyre që kanë qenë të deleguar nga 4 partitë më të mëdha politike në Republikën e Kosovës. Sepse sistemi është i tillë që komisionerët në një mënyrë janë mekanizëm kontrollues. Andaj secili prej tyre ka rolet e veta, andaj në fund proces verbalin e nënshkruajnë të gjithë për ta legjitimuar. Pra, secili komisioner nuk do dojë sipas rregullores as të numëronte e as të regjistronte vota, por se kjo në pas të hetimur drejt anishme rezulton që ka ndodhur e kundërta. Ky hetim ka qenë i mirë planifikuar edhe me koordinatorët nacionale të zgjedhjeve, me prokurorën e zyrës kryeprokurorit të shtetit me zonin Laura Pula, si dhe me ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit të shtetit zotëri Agron Çalaj. Qëllimi ynë, përveç misionit dhe obligimit ligjor, për ta shtrirë lishmërinë në çdo rast ku cënohet ajo, është edhe preventiva gjenerale. Duhet ta dinë nga ky moment dhe nga kjo datë edhe herave tjera që kushdo që guxon të i fut duart në vullnetin e qytetarëve do të ballafaqohet me forcën e ligjit, njëjtë sikurse siç janë duke u ballafaquar sot një pjesë e madhe e siç patjetër do të ballafaqohen edhe shumë tjerë sepse nuk mbaron me këtë numër të sotshëm. Sot
4 prokurorët e Departamentit Krimeve të Rënda janë marrë me procese dhe kanë dalë edhe në stacionet policore dhe kanë lëshuar 109 vendime për ndalim. Pra deri në momentin që po flasim, i kemi 109 të ndaluar për vepra penale të falsifikimit të rezultateve zgjedhore, për presion e kanosje e për dhënje e marrje të rishvetit. Pra sot kemi pas edhe situata ku kemi fituar edhe dëshmitar bashkëpunues, kemi pas situata ku na kanë treguar se si kanë ardhur presionet dhe kemi pas situata pra që kanë treguar edhe kush ka marrë dhe nga kush ka marrë edhe rishvet. Kështu që për pjesën tjetër, lidhur me operacionin, unë kam këtu në krahun tim të djathtë kapitenin, zëvendës drejtorin e drejtorisë krimeve ekonomike në nivel të Kosovës, zotëri Ilan Ibrahimin, dhe në krahun tim të majt kam drejtorin rajonal të Prizrenit kolonel Fatan Alia, të cilët do ta kaloj edhe fjalën. Faleminderit për prokuror, ju përshëndes gjithë pranishme. Ne si Drejtoria e Krimeve Ekonomike jemi angazhuar me të marrë informacionet për keqpërdorime, gjithashtu edhe me të pajisur me autorizimin e shumë nga Prokuroria Themelore në Prizren, edhe për kundër vështirësive sfida, për shkak se ky ka qenë një prej operacioneve ndoshta më të mëdha që ka realizuar Policia e Kosovës. Ne jemi përgatit, jemi mobilizuar në koordinim me Prokurorinë edhe Drejtorinë Rajonale, dhe si shifët ja kemi arritë qëllimin të parandalojmë dhe të arrestojmë persona të cilët kanë keqpërdorur me vota, të cilët kanë ndikuar, kanë kërcënuar ose kanë dhënë rishvet e kanë marrë rishvet lidhur me votimin e fundit që ka ndodhur në Kosovë. Pra, duke e falenderuar edhe menaxhmentit policisë, zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë Femihotit, drejtorit të departamentit të hetimeve dhe drejtorisë krime ekonomike, si dhe drejtorive tjera të cilat na kanë asistuar për shkak numrit të madh dhe për shkak numrit të madh të personave të dyshuar dhe personave policë zyrtar të cilët kanë qenë të angazhuar në këtë plan hetimor dhe operacional, është dashur me pëlqen edhe për kraje tjetër prej drejtorisë rajonale, të cilën e falenderojmë dhe i falenderojmë gjithë menaxhmentin për përkrajen e vazhdueshme. Pra, siç e tha dhe kryeprokurori, në përkraje të vazhdueshme prej Prokurorisë Themelore, të cilët e vlerësojmë shumë lart punën e tyre dhe përkrajen e tyre në këtë operacion, ne kemi arritur të arrestojmë, të intervistojmë dhe të ndalojmë një numër jashtëzakonisht madh, e cili mund të konsiderohet një prej operacioneve ndoshta më të mëdha që Policia e Kosovës ndonjëherë ka realizuar, pra 109 persona, edhe pritet persona të tjerë në vazhdimsi të hetimeve që do të identifikohen edhe po shpresojmë që edhe ata do të vinë dhe do dolën para ligjit gjithsesi. Kjo është gjendja deri tani, nuk kem diçka tjetër për të moshtuar. Faleminderit shumë. Po, faleminderit, përshëndetje për prokurorin, kolegë nga Prishtina, ju të nderuar media. U potencu në orë të hershme të mëngjesit ka filluar së implementuar i plani operativ. Ne si Drejtori Rajonale Prizrenit kemi asistuar me personel me hapësira zyra të mjaftueshme, po ashtu edhe automjete, sepse e kuptuar që bëhet fjalë për një numër mjaft të madh, numri më i madh të tash persona të ndaluar në rajonin tonë. Të gjithë ata të cilët janë proceduar në hapësirat e stacioneve policore dhe drejtorisë rajonale, ndaj të gjithë atyre janë respektuar të drejtat që u takojnë në procedurë për cilën janë zhvilluar hetimet. Nuk kemi asnjë person të lënduar, nuk kemi as zyrtar policor të lënduar, nuk kemi as domën automjete, sepse keni pa një lëvizje mjaft madhe të automjeteve nëpër qytet. Te në këto momente çdo gjë ka shkuar në rregull. Ka pas disa pyetje dhe interesime për hapësirat mundshme rreth sistemimit të personave të ndaluar. Në bashkëpunim që kem pas koordinim gjithë ne me shërbimin korrektues, është gjetë hapësirë mjaftueshme dhe të gjithë ata do të sistemohen siç janë paraqo me procedurën penale për raste të tilla. Ky rast jeni gjithë të njoftuar ka filluar ex officio me iniciativën e kryeprokurorit me krimet ekonomike bashkëpunim me ne. Mirë, po shfrytëzoj rastin nga kjo konferencë, ju bëj thirrje gjithë qytetarëve për të gjitha rastet që kanë informacion për ndonjë veprimtari, qoftë kësaj natyre edhe tjetër kriminale për cilat ne kemi autorizim,
Ne si policia e Kosovës, bashkëpunim me prokurorin, jemi të gatshëm dhe të përkushtuar që të vazhdojmë me punë dhe aksione të tilla të mira edhe në të ardhmen, gjithnjë duke falenderuar drejtorinë e përgjithshme në Prishtinë për mbështetjen që na ofron në vazhdimsi edhe për rastin konkret. Arjan Hajdari prej ATV-s. Fitore me shlie se cili në rregull dhe që le ta orienton për shkak se për shkak nuk doni mos me pas shumë pyetje, kuptojnë edhe fazën e hershme, po ajo që është e rëndësishme patjetër që kemi menduar opinion. Urna. Çam bukur. Arjan Hajdari prej ATV-s. Në vazhdën e intervistimeve që i keni bërë ka dhe kandidat për deputet me që përmendet, ka kandidat me mbi 6.000 vota të devijuara, a keni intervistu kandidat për deputet edhe cilat do të jenë masat ndaj tyre të paktën deri në këtë fazë. Kështu, po e shoh që pika është e drejtuar Po. për mua. Prokuroria udhëheqet gjithmonë me prova. Drejtësia kërkon të flasë me gjuhën e fakteve. Ne deri në këtë fazë jemi duke vepruar ndaj atyre që drejt për drejt kanë kesh përdorur votën. Pra kanë kesh përdorur rezultatet. Ata kanë vendosur firmat e tyre, kanë vendosur nënshkrimet e tyre, dhe është e tyre që na të bashkëpunojnë me ne. Deri në këtë fazë nuk kemi ndonjë informacion që e involvon drejt për drejt ndonjë kandidat në ndërhyrje. Mirë po, unë besoj që edhe kandidatët do të dëgjohen, edhe në prokurori, në rast se nuk do të arrijmë të sigurojmë prova në cilësi të dyshuarve, padyshim që ne kemi dëgjuar edhe deklaratat e tyre mediale shumë prej tyre, pa përjashtim subjekteve politike, që ata njihen edhe të dëmtuar për shkak të imazhit. Kështu që prokuroria po besoj që do t'i afroj këtë mundësi që t'i marrim të paktën cilësinë e të dëmtuarve. T'ia japim mundësinë të bashkangjitur ndjekjes penale. Parashtrojnë edhe kërkesë pasurore juridike dhe t'u thonë në sy atyre që janë të dëmtuar. Kjo do të jetë e fundit. Për ndryshe ne do të bëjmë përpjekjet maksimale që të sigurojmë për secilin prova dhe dihet që do të jemi pa kompromis ndaj kujt që do të hasim që ka prova për të ndërmarrë veprime. E përmendet që disa kemi edhe si bashkëpunëtor në këtë pikë për ata që kanë tregu, ta që edhe kemi një pasqyrë të qartë se çysh ka ndodhur, prej kujt ka ardhur dhe çfarë mundin e mendon këtë pikë me neve, cila ka qenë ajo piknisja për një keqpërdorim të tillë, sepse thatë që veç një vend votim nuk ka pas vjedhje. Kjo pothuajse ka qenë publike edhe për gjithë qytetarët. Dhe nga ajo që është parë në publik, me vetë iniciativë kemi ndërmarrë veprime sepse shihej haptazi që keqpërdorimet ishin duke ndodhur. Ndërsa pjesa që ka të bëjë me dhënie e marrje të ryshtetit është zbuluar në ditën e sotme kur njëri prej komisionerëve veç se ka vendosur të bashkëpunojë me prokurorin. Dhe ata që janë edhe të akuzuar mund të marrin cilësinë faktikisht të dyshuar dhe të panderë mund të marrin edhe cilësinë e dëshmitarëve bashkëpunës. Kaq mund të dojnë. A përmendë ndonjë shifrë nderuar sa është bën met ose nuk mund të flas në këtë fazë sepse ende janë duke zhvilluar hetimet, ende janë duke marrë intervista nga policia atje, ende prokuroria nuk e kanë dëgjuar asnjërin prej tyre dhe ende presim që ndoshta të rritet ajo shifër dhe kështu që çka do të flasim mund të gabojmë. Kërë prokurorata kanë qenë 140 aty në fakt, për atyre a ka do të papajshëm pasi që veç 109 thoni që ne ditën e sotshme kemi ftuar 121. Prej këtyre 121 një pjesë nuk janë, por një pjesë e tyre janë të papajshëm. Ne nuk jemi të interesuar ata të papajshëm me askë prej tyre të mirë. Mirë, po jemi të interesuar aty ku ka prova të veprojmë. Kështu që e thash edhe në fillim, dhe po e përsëris që është një pjesë që kemi vepruar ndaj atyre që kanë qenë të identifikuar. Përderisa jemi duke punuar në identifikimin edhe të personave tjerë në pozicione të ndryshme, por këta janë kryesisht komisioner. A keni një numër sa janë që në arrestuar dhe sa janë liru dhe me tash pas të intervistave që keni shkruar? Numri që në fakt janë liru është dikun shkon 5 apo 6, përderisa 109 janë të ndaluar. A bën që disa nuk ju kanë përgjigjë ftesës për me arë në stacion për intervistim, a jeni në kërkim të... Ka edhe prej tyre që nuk janë përgjigjë ftesës, mirë po në këtë drejtim nuk kemi ne prova që i kemi ftu sepse ata gjenden ka një pjesë që gjenden jashtë vendit. A jeni në kërkim të tyre? Patjetër. A ka me pas komisionerë edhe nga komuna të tjera, vetëm nga Prizreni edhe thotë që gjatë moment kur të kena prova dhe për kandidat do të ndërmerrni masa, bazë edhe
ligji që ju autorizon, do të përdorni edhe mosat të fshehta në këtë aspekt? Me siguri që do të përdorin gjithçka që i kemi mundësi dhe me siguri që kemi dëshmuar që sa herë që është e nevojshme edhe mosat e veçanta hetimore do t'i aplikojmë. Por ato aplikohen varësisht për situatave dhe rrethonave, por ajo që mund t'ju garantoj është që prokuroria do të ndërmarrë çdo veprim që është i mundur për të ndërmarrë. E vjen që personat që janë ndalu janë në burg tash, pasi qendrat e ndalimit siç është thënë tërditja nuk ka hapësirë për krejt tani që në edhe në bashkëpunim me SHKK-n a janë në burgje tash. Unë potencova, ne kemë kërku mbështetje logjistike nga Prishtina, kemë pranuar ata kombit në gjyrë të kaltër, kemë shfrytzuar për transport të personave të ndaluar dhe në bashkëpunim me shërbimin korruptues ata veç disa kanë mrrit, të tjerët janë rrugës për sistemim në qendrat korruptuese, do të respektohen rregullat ndaj tyre për ndalim policor 48 orë, sipas masës së lëshuar nga prokuroria dhe gjykata. Zëgërësia përmendet që është një rishketi të regu që njëri prej komisionarëve ka pranuar bashkëpunimin me juve. A është shoqëria policie dhe intervistimi një person që dyshon për shantazh, presion ose çdo çuhet ose për rishfet. Edhe tjetra këtu një detaj për shembull i thatë që mbi 40.000 vota janë shtu edhe 20.000 janë hiç. Kjo vjen që nuk është vetëm brenda asoj, se në 500 brenda asoj ti ke dashur me vonë ndoshta 27 janë shtu dhe 27 janë hiç. Apo i bie që një pjesë edhe janë shtu pa e marrë dikujt tjetër. Kështu sa i përket pyetjes të parë, që pa të bëjë sa ka me persona që kanë bërë presione dhe kanë nusje. Familjarë të deputetëve, në fakt që thonë prej, janë shtesa, janë familjarë të deputetëve apo janë persona që janë pjesë të ndonjë partie politike, sipas do të thotë. Kështu ata janë edhe të subjekteve, pjesë të subjekteve politike, por ka edhe që janë familjarë dhe për ata që ne kemi pas informata dhe që i kemi pas sot shoqëruar në stacion policor, ka tani më vendime për ndalim dhe janë përcjell dhe janë shoqëruar për vendim për ndalim. Ndërsa sa i përket pyetjes së dytë, pra e thash, ka 40.497 vota të shtuara, përderisa ka 27.520 vota të hequra. Çka nënkupton kjo? Nënkupton që nëse ja ka heq një kandidati, kur i ka shtu të tjetri, në vend të një i ka shtu ndonjëherë dy. Kjo është logjika. A ka pyetje tjera?